Mirëmbrëma të gjithëve, po fillojmë lajmet. Këtë edicion e nisim me një lajm të mirë, kombëtarja e Kosovës në futboll ka shënuar njërin. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, është nderuar me çmimin e Asamblesë Parlamentare të NATO-s për gratë, paqen dhe sigurinë. Ky është një vlerësim prestigjioz që u jepet grave lidere që kanë kontribuar në mënyrë të jashtëzakonshme për paqen, sigurinë dhe demokracinë, jo vetëm në vendet e tyre, por edhe në mbar botën. Presidentja Osmani këtë çmim ja ka dedikuar popullit të Kosovës e në veçanti grave të vendit. Presidentja Vjosa Osmani është nderuar me çmimin e Asamblesë Parlamentare të NATO-s për gratë, paqen dhe sigurinë, një vlerësim që nderon leadershipin, kontributin dhe angazhimin e grave që kanë avancuar paqen, sigurinë dhe demokracinë në vendet e tyre dhe në mbar botën. Presidentja Osmani këtë çmim ja dedikoi popullit të Kosovës, e në veçanti të gjitha grave të Kosovës, siç tha ajo, atyre që me guxim, dinjitet e dashuri ndihmuan ndërtimin e paqes dhe arritjen e lirisë sonë. Paqja jon është ndërtuar mbi sakrificën dhe guximin e tyre, ndërsa demokracia jon është forcuar fal përkushtimit të grave që qëndruan të palukundura në çdo hap të rrugtimit ton drejt lirisë e barazisë. Tutje Presidentja Osmani theksoi se vlerësimi që Asamblea Parlamentare e NATO-s është edhe njohje për përpjekjet e Kosovës në avancimin e agjendës për gratë, paqen dhe sigurinë përmes forumit ndërkombëtar për gratë, paqen dhe sigurinë dhe qendrës rajonale të ekselencës që tashmë Presidenca e Republikës i ka shndruar në platforma të rëndësishme të bashkëpunimit rajonal ndërkombëtar. Ky çmim i lartë ndërkombëtar, përveç që vlerëson leadershipin e presidentës Osmani, e vendos Kosovën ndër vendet model në botë për përfshirjen e grave në ndërtimin e paqes, forcimin e institucioneve demokratike dhe mbrojtjen e të drejtave të njerëzit. Presidentja Osmani është liderja e parë nga Evropa juglindore që nderohet me këtë çmim. Kryetari i Vetëvendosjes Albin Kurti, partia e cilit fitoi zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit, deklaroi sot se këtë javë do të nisin diskutimet për krijimin e qeverisë së re. Ai nuk bëri të ditur nëse po zhvillon bisedime me parti politike për ndonjë koalicion të mundshëm për të siguruar numrin e nevojshëm të votave në Kuvendin e Kosovës, por u shpreh se në momentin që vlerëson se komunikimet kanë rezultuar të suksesshme, nuk do ta pres 26 tetorin, me që kjo datë është afati i fundit. Megjithatë, Kurti tha se pas një dyshim, lëvizja vetëvendosje është e gatshme për zgjedhje të reja parlamentare. Për votimin e qeverisë së re duhet të votojnë së paku 61 deputet nga 120 sa ka Kuvendi i Kosovës. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka nisur turneun në Ballkanin Perëndimor. Dalesa e saj e parë ishte Shqipëria. Atje von der Leyen u prit nga presidenti Bajram Bega, i cili tha se integrimi evropian është mision kombëtar. Ndërsa pas takimit me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama kanë mbajtur një konferencë të përbashkët në të cilën kanë folur për rëndësinë që Komisioni Evropian i jep rajonit të Ballkanit dhe integrimit të tij në Bashkimin Evropian. Presidentja e Komisionit Evropian do ta vizitojë Prishtinën të mërkurën, ku pritet të takohet me presidenten Vjosa Osmani dhe me kryeministrin e detyrë Albin Kurti. E një ditë pas zgjedhjeve, kryetari i lëvizjes Vetëvendosja Albin Kurti në një konferencë për media ka thënë se vetëvendosje garon në balotazh në 12 komuna. Duke i falendëruar qytetarët për mbështetjen, ai ka thënë se puna për balotazh fillon sot. Zoti është shumë i mirë, sepse jemi gjithandej në për balotazhe. Dhe jemi subjekti i parë edhe për nga numri i komunave që ka fituar pa balotazh, por edhe për nga numri i komunave ku jemi në balotazh. Plotësisht të kënaqur dhe në përputhje me pritjet do të jemi veç se në mbrëmjen e 9 nëntorit. Atëherë kur do të krimtojmë fitoret pas balotazhit. Ndërkaq sa i përket qeverisë qendrore, dita e fundit kur do të mund të mbahet seanca e Kuvendit, ku unë prezantoj kabinetin e ri qeveritar, është 26 tetori. Këto ditë jemi të përqendruar maksimalisht në analizën gjithëpërfshirëse dhe hollësishme të rezultatit të zgjedhjeve lokale.
Por, shumë shpejt, qysh në këtë javë, do të fillojmë komunikimin dhe bisedat edhe për qeverinë qendrore. Sepse Kosovës i duhet edhe një mandat i qeverisë sonë, i duhet një mandat i ri i qeverisë sonë, neve na duhet një mandat i ri në përputhje me rezultatin e 9 shkurtit së vjet. Por gjithashtu, edhe unë si kryeministër në detyrë kam hyrë në muajin e 7 të vitit të 5 të mandatit të plot 4 vjeçar dhe duhet të kemi një mandat të rregullt i cili padyshim që do të filloj, por sa ne ta nxjerrim në seancë kuvendi përbërjen e re të qeverisë Kurti 3. E Partia Demokratike e Kosovës në një komunikat për medje ka thënë se ka arritur të marrë 175.000 vota në garën për kuvendet komunale. Sipas njoftimit të PDK-s, ajo është para Lidhjes Demokratike të Kosovës me 168.000 vota dhe para Lëvizjes Vetëvendosje me 156.000 vota. Tutje në njoftim të PDK-s thuhet se sipas votave të marra për kuvendin komunal të Prishtinës, PDK ka arritur rezultatin më të mirë ndonjëherë, duke u renditur si parti e dytë me mbi 21.000 vota, pa u numëruar ende të gjitha kutit. Ndërkohë, kryetari i LDK-s Lumir Abligjiku është deklaruar sërish për rezultatin zgjedhor në Prishtinë, duke thënë se partia e tij është rikthyer si e para në kryeqytet vetëm me punë. Abligjiku ka falenderuar të gjithë qytetarët për mbështetjen. Ai ka shkruar se LDK ka mbi 180.000 vota për kuvende komunale dhe sipas tij, partia që ai udhëheq del partia e parë në këto zgjedhje. Sot ka nisur numërimi i votave për asambleistët. Kështu ka bërë të ditur për RTK-n zëdhënësi KQZ-s Valmir Elezi, duke shtuar se votat e kandidatëve për anëtarët e kuvendeve komunale numërohen në qendrat komunale të numërimit. Rreth 40% të qytetarëve nga mbi 2 milion me të drejtë vote votuan dje për t'i zgjedhur kryetarët dhe përfaqësuesit e tyre në kuvende komunale në 38 komunat e vendit. Sipas të dhënave preliminare nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, 21 komuna në mbar vendin kanë zgjedhur përfaqësuesit e tyre në raundin e parë, derisa 17 komuna do të shkojnë në balotazh. 21 komuna të Kosovës nga gjithsej 38 sosh e kanë përmbyllur garën për kryetar në raundin e parë të zgjedhjeve lokale, të cilat u mbajtën dje në vendin tonë. Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, 17 komuna shkojnë në balotazh me datën 9 nëntor të këtij viti. Lëvizja Vetëvendosje në balotazh garon në 12 komuna, Lidhja Demokratike e Kosovës në 9 komuna, Partia Demokratike e Kosovës do të garojë në 6 komuna, ndërsa në 5 komuna do të garojë në balotazh Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Sipas të dhënave preliminare nga KQZ, garën pa balotazh e fitoi në 3 komuna Lëvizja Vetëvendosje, në Podujev, Kamenic dhe Shtime. Partia Demokratike e Kosovës e fitoi Ferizajn, Skenderajn dhe Hanin e Elezit. Lidhja Demokratike e Kosovës fitoi në 2 komuna, Lipjan, Istog. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës e fitoi Deçanin, ndërsa Nisma në Malishev, kurse lista e Ramiz Ladrovcit siguroi fitoren në Drenas. Tutje sipas KQZ-s, lista serbe fitoi në 9 komunat e banuara me shumicë serbe, ndërsa në Klokot shkon në balotazh me Unitetin Kombëtar Serb. Procesi zgjedhor i zhvilluar dje u vlerësua i qetë dhe pa incidente. Bashkimi Evropian mirëpret zhvillimin paqësor, konkurrues dhe gjithëpërfshirës të raundit të parë të zgjedhjeve lokale. Një zëdhënës i BE-s ka nënvizuar se institucionet me seli në Bruksel mirëpresin pjesëmarrjen e të gjitha komuniteteve në votime, si dhe një mbulim mediatik të lirë, të drejtë dhe gjithëpërfshirës që, siç thuhet, kontribuon në një proces zgjedhor transparent. Presidenti Amerikan së bashku me krerët e Katarit, Egjiptit dhe Turqisë kanë nënshkruar një dokument i cili sipas Trump do të vendos rregullat për implementimin e armëpushimit Izrael-Hamas.
Presidenti Amerikan Donald Trump, i cili ka udhëtuar për në Sharm el Sheikh të Egjiptit për një samit të paqes për rripjen e Gazës, së bashku me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan, presidentin egjiptian Al-Sisi dhe emirin e Katarit Hamad Al-Thani, kanë nënshkruar një dokument i cili sipas presidentit amerikan Trump do të vendosë rregullat e implementimit të marrëveshjes për anëpushim mes Hamasit dhe Izraelit. Samiti, në të cilin ishin prezent edhe shumë udhëhec tjerë botror, u mbajt përderisa në Izrael dhe rripjen e Gazës miliona njerëz po festojnë fundin e luftës 2 vjeçare dhe kthimin e pengjeve dhe të burgosurve. Gjatë ditës, Hamasi dhe Izraeli këmbyen 20 pengje të gjalla izraelite, me rreth 2000 palestinezë që gjindeshin në burgjet e Izraelit, disa prej tyre me dekada. Por Tel Avivi ka thënë se Hamasi nuk e ka përmbushur marrëveshjen plotësisht, pasi që nuk i ka kthyer të gjithë trupat e pengjeve që vdiqën gjatë 2 viteve që u mbajtën nga Hamasi, siç kishte pranuar ta bën. Por përfaqësuesit e militantëve i kanë thënë negociatorëve sot se nuk e dinë se ku gjindën të gjithë trupat e pengjeve të vrarë. Do që të lajmet e orës 23, faleminderit për vëmendje, mirupafshim.